Faleminderit. E lexova raportin, e pash dhe sinqerisht dua të shpreh habim mas pari si qytetari i komunës Prizrenit. Te kategoria e shpenzimeve të përgjithshme, te kjo që u diskutua dhe më herët, shpenzimet e bëra me rastin e drekave zyrtare. 63.753 euro. Kjo është jashta çdo logjike. Si vendi i 9 më i varfër në botë, ku shkolla papunësisë në komunë Prizrenit o fjala, kap shifrën 45%, ku 13% e popullsisë llogaritet se jetojnë kushtet e varfërisë ekstreme, qeverisja Ramadan Mujës, sipas këtij raporti, që na u prezantu këtu, mrena 6 muajve ka harxhu 63.753 euro për dreka zyrtare. Kjo është e papranueshme. Dhe sinqerisht ky apetiti juaj ka filluar më bërë problem shumë serioz. Kjo është dëshmi se dikush prej kësaj qeverisje ka nevojë për këshilla mjekësore, se s'di ç'është mundi me hongër çka shumë. Unë e bona një llogari shumë kështu vogël. 63.753 euro i bjen, domethënë me çmimet të rregullt, që e bona një llogari të vogël, tamam sa shuma për 95.629 pleskavicave. 95.000. Nëse marrim këto parasysh për shembull dhe çmimin 0.25 cent për qyfte ose qebapa, i bjen diku mbi 255.000 qebapa. Apo 1 milion qebapa. Kjo nuk është as njerëzore, sinqerisht. Për me, këtu nuk kam as koment, për me përmbyll këtë fjalim, ju kisha lut, sinqerisht, mos abuzoni me paran publike. Mundoni me gjetë forma tjera të cilit ngijeni, po jopi buxhetit publik. Faleminderit.